Turqia ka futur në lojë Raiffeisen Bank për të vazhduar pagesat për importet e gazit natyror nga Rusia pasi përjashtimi nga sanksionet amerikane ka skaduar. Vitin e kaluar, SBA vendosi sanksione ndaj Gazprom Bank, një institucion financiar kyç përmes të cilit vendet si Turqia dhe Hungaria realizonin pagesat për energjinë ruse. Në vitin 2024, Turqia importoi 45% të gazit natyror nga Moska, duke paguar potencialisht mbi $8 miliardë për këto importe. Në dhjetor, administrata Biden përjashtoi përkohësisht Turqinë dhe disa vende të tjera nga sanksionet ndaj Gazprom Bank, duke u lejuar të krijonin kanale alternative pagese. Administrata Trump zgjati këtë përjashtim edhe për 2 muaj në mars, pas një telefonate mes ministrit turk të financave Mehmet Şimşek dhe sekretarit amerikan të thesarit Scott Bessent, por ky përjashtim skadoi më 20 maj. Tani Turqia do të realizojë pagesat për gazin përmes Raiffeisen Bank, e cila operon në Rusi dhe nuk është subjekt i asnjë sanksioni, tha një zyrtar i lartë turk për Middle East Eye të premten. Ndërkohë, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan do të vizitojë Rusinë më 26 dhe 27 maj, me ftesë të homologut të tjerë rus Sergej Lavrov, njoftuan burime nga Ministria e Jashtme turke të shtunën. Banka austriake është e vetmja bankë perëndimore që operon në Rusi, pavarësisht presioneve për t'u larguar. Mediat ndërkombëtare kanë shkruar disa herë se ajo përdoret nga rusët dhe jo vetëm për të shmangur sanksionet perëndimore. SBA ka kërcënuar disa herë se do të marrë masa nëse nuk ndal aktiviteti në Rusi. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, njësia ruse e Raiffeisen është bërë filiali më fitimprurës i Raiffeisen Bank International. Në tremujorin e parë të vitit 2024, njësia ruse e Raiffeisen gjeneron mbi $1 miliard fitim, por duket se fitimet do të shtohen me futje në lojë të Turqisë. Edhe pse akuzohet se financon makinerinë e luftës, banka austriake nuk ka ndërmend të largohet nga Rusia.